Shtëpitë e bukura të Kosovës tashmë pasurohen edhe me një tjetër shtëpi të bukur. Kësaj radhe bëhet fjalë për shtëpinë e Fehmit Fetaut nga komuna e Xhilani. Por kjo nuk do thotë që është një rajon e fundit që jemi në këtë komunë, pasi që rrugës deri këtu ne pamë edhe shumë shtëpi tjera të bukura, të cilat padyshim që mund të jenë pjesë e reportazhit tonë. Ndërsa ajo çfarë ju duhet të bëni është të na shkruani në fanpage-in tonë në Facebook Shtëpitë e bukura të Kosovës LTV 21 dhe të lini një numër kontaktues. Padyshim që ne do ju kontaktojmë dhe do të jemi për secilën shtëpi të bukur në Kosovë. Kësaj shtëpie me rreth 250 metra katror, bukurinë ia shton edhe ngjyra e bardhë dhe dritaret e mëdha të vendosura në pjesën e përparme të shtëpisë. Arkitektura e saj e bën të duket edhe më madhështore. Që të meritojë më shumë epitetin e villës, pronari i saj në mes të oborrit ka vendosur pishinën me rreth 50 metra katror. Natyra e bukur e ajri i pastër që mbizotron në Ana Morav e ka shtyrë pronarin e shtëpisë të krijojë disa ambiente të jashtme për qëndrim ditor. Përveç pishinës e cila mund t'i freskojë banorët e kësaj ville gjatë ditëve të ngrohta të verës, në këtë obor janë edhe 2 veranda. Fehmi Fetau, përveç që ka një kopsht të bukur, ai është edhe kultivues i rrushit. Kjo i mundsohet pasi që vetëm për këtë villë nga parcela e tij e madhe ka ndarë rreth 60 ari truall. Ka ky ambient i këndshëm dhe i bukur në pjesën e jashtme të shtëpisë, tani vazhdojmë në pjesën e brendshme të saj. Sapo të futesh brenda, gjëja e parë që të bie në sy është kjo fotografi e pronarit të shtëpisë. Ndërsa hapësira e parë që do të hasësh është dhoma e ditës, mobiljet e secilës janë italiane. Në këtë dhomë të ditës janë të përdorura kryesisht ngjyra të bardhë dhe zi. E ky abazhur i cili duket të ketë një peshë mjaft të madhe është prodhim turk. Mirëpo pjesa më e madhe e elementeve të shtëpisë janë të ardhura nga Zvicra. Në dhomë të ditës nuk ka se si të mungojë edhe një komodin për televizor.
Në këtë rast edhe suveniret janë një element mjaft i rëndësishëm në dekorimin e kësaj shtëpie. Ndërsa në një kënd të dhomës së ditës është e vendosur edhe tavolina e punës, e cila është e punuar me dru. Të gjitha këto në fakt e bëjnë këtë hapësirë një ambient të këndshëm dhe të rehatshëm për qendrin ditor. Mirë po, ajo që e bën edhe më të lakmueshëm është pikërisht pamja të cilën ta mundson ta shohësh. Ndërsa kuzhina e kësaj shtëpie është e hirtë dhe e gjitha është digjitale. Për të vazhduar në katin e dytë të shtëpisë, duhet të kalosh nëpër këto shkallë të veçanta, të cilat janë të mbuluara me granit zvicerian, ndërsa mbrojtëset e tyre janë të punuara me alumin. Sa po të ngjitesh në këtë kat, do të shohësh një bibliotekë të vogël, por që është një ambient mjaft relaksues për lexim. Ndërsa në këtë kat janë 3 dhoma të gjumit, aq sa janë edhe në katin e parë. Kjo është dhoma më e madhe në këtë shtëpi, e cila është e stilit apartman, pra posedon edhe garderobë dhe banjo. Siç e thamë edhe më herët, kjo shtëpi ka 26 dhoma të gjumit, ku secila prej tyre ka edhe banjot e tyre. Secila dhomë në këtë shtëpi posedon dritare të mëdha, të cilat, sikurse në dhomën e ditës, të mundsojnë një pamje shumë të bukur të kësaj pjese të Anamoravës. Kjo ishte shtëpia e bukur nga fshati i Prelepnis në komunën e Gjiranit, ndërsa ekipi i reportazhit ma pikturoi ëndrrën, rrugtimin e tij do ta vazhdojë në çdo vend të Kosovës.